Se paralajmërim për ndonjë koncert ose për ndonjë paraqitje në ndonjë klub, mund të jetë ndonjë këngë e re, Elton? Unë mendoj që është një këngë e re, Gjesti nuk e lë mbrapa pas publikimit. Unë do ta lidh çik me publikimin e këngës që ka bërë Egli Tako. Është juve mund të duket pak çudi kjo gjëja, po. Mua s'më duket asnjëherë çudi që gjërat mua më ndërlidhen, sepse menjëherë pas publikimit të këngës së Egli Takos, një javë më vonë doli Gjesti dhe tha që tani është radha ime. Kështu që shpresoj shumë të ketë një super hit, nga ato super hitet që Gjesti di të bëj, edhe është ai në thojza dhe në kuptimin e mirë të fjalës, është një streci i estradës që për momentin po i mungon skenave të diskotekave ku zhvillohen koncerte, realisht, domethënë. Kështu që shpresoj shumë që të jetë rikthimi sa më shpejt jetë e mundur, si për ne, po qoftë edhe për të, sepse edhe për të është mirë që të rikthehet, se duke ditë shumë mirë periudhën goxha të vështirë që ai ka kaluar. Por unë e lidh patjetër me pas publikimit të këngës së Eglit, tash është radha e Gjestit.